duhet t'jesh kaq agresive. Je shumë agresive. Ke një urrëtie të paparë për vajzat. Shumë sulmuese, shumë agresive. Je shumë agresive, Drenusha. Kjo është ndarësia që e bën ti, Olta. Çfarë dasie? Çfarë? Ma thuaj. So herë, edhe një herë tjetër, të njëjtat muhabeti ke bu kundrejt kësajna, edhe ajo bukuria ma e madhe e shtëpisë që fol gjatë gjithë kohës mas mirëti për këtë tjetrën, kështu që na e ndjejmë e dashur. Shumë e ndjejmë këtë pjesë. Unë Gjeneta... Edhe shumë keq që e bën kaq dallueshme, është krejt okej që ti me favorizu ti ko, po nuk shkon që ti me na bënive kaq dëshme që ti mi bëjt veç këtu të Shqipnisë. Edhe na e kena bukurin tonë si kur thore. Gjeneta, su të dalësh jashtë? Shumë gabim që bëjt i këtë gjohë. Qka e më dhe ka fol? Po e më dhe normal më dhe... Të prekësh një vajzë tjetër, aty ku i djekë më shumë, është e pa pranueshme. Banorët me reagu, jo në si opinionist, banorët, po. Në realisht, është banorët me reagu ndaj këti muhabeti që janë brenda aty e mas po këtu unë edhe Olta Gigjari. Shumë ke drejtë, Lajnë, falemderit shumë. Kina po të shpardalime, ate Olta pose që të muhabetin e këtë edhe pardje me Soren për mënyrën se që me këto Drenushën falsor, për mënyrën se që shkomenton Olta. Eskalo, që je mashtruese komplet. Dhe ti ajo e para që ke Problemi është që tu ke thonë po fol kështu, po fol kështu, po fol ashtu. Do me thonë, e din ti shumë mirë, se ka qenë edhe vullneti prezent shumë herë, qa ke fol. Kështu që s'po du me shti kërkan, as s'po du nëse do me fol, vullneti let fol. Nëse do me fol. Se ti ke thonë Drenushës me tregu historinë e vetë. Kur kjo s'ka t'jesh me tregu edhe sot me gjykon pse ka tregu historinë. Jo, nuk e gjykova. Jo, nuk e gjykova fare. Nuk e gjykova fare. Ajo Olta që ti ke qenë Big Brother e kalum se po një preke, je që kejt Big Brother në kom, e tash këtë i orë neve me na tregu. Gjeneta, falemderit shumë që komenton lojën time, se realisht më bënd të pa Jo, më habi që ke ndryshu ka shumë, falemderit, nuk kam ndryshuar fare. Jo, ke ndryshu shumë. Se ti japon ajo që ke akuzut se se ka tregu historinë. Gjeneta, jo, ku o problemi këtu, ku o problemi? nuk jeme komentu lojën e Oltës në Big Brotherin e Shqipëris një. Në regull veç shembull e mora. Gjeneta, ti, personalisht ti, dhe Drenusha, keni jetu në Suedi, dhe me mira her ju kanë thosë Suedez, gotil boka, drot helvete pse je e huja. Ja me pikrisht, Bravo, dhe ju nuk duhet me tregu racizën dhe jaskujna. Ja me vafër skule hun jo la det, dhe ure dis dhe hun jër. Po nuk mundesh me thot të asoj ti nga Shqipëria në nga Kosova, për këte po diskutojmë. Për këte, dhe nuk mundesh me thot Oltës ti e orë dhe nga kalëzun nga Shqipëria këto. Se asë njëre nuk e komenton Olta, që është rovena ajo që thetë mu më thetë mushkët e mami, kur kjo edhe në shumir pjesën e historisë familjes tem, edhe më thetë ti je për treshe, zemër. Ja, tu si komenton. Së ti komenton Olta këto, garant edhe ajo është batu. Asoj tjetër shqipë është vërën kom se jetro. Edhe i theke, zemrat e plotë hojnë sufloqe. Që të meresh, digjo. Okej, dëgjoni, sepse është